Zotri Shala, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën, nastiksisht bërë. Po pajtoni me mu kur po them që nëse i bojmë qëto ndryshime brenda këtij kodis, kemi me pas pare për studenta, pare për bajram, pare për vitri, pare për qershore, kogja do pare janë dha viteve të fundit, e krejt këto janë ndërlidh me momentin para ose gjatë fushatave elektorale. Definitivisht se një nisme tillë nuk ka për qëllim thënë kështu aspektin e mosave sociale që qeveria i merr dhe për të cilat ne edhe nuk kemi kompetencë do shta t'i vlerësojmë nëse janë të drejta apo nuk janë të drejta. Por problematika është kur këto mosa ndërmerren në kontekst të fushatave zgjedhore. Dhe tash problematika në rastin konkret është kur ndërlidhet me aspektin zgjedhor i bie që në secilin rast partia e cila është duke mbajtur qeverin, qoftë në fuqi plot, qoftë si qeveri në detyrë, krijon një avantazh të padrejtë në raport me partitë e tjera politike. Dhe për këtë arsye nuk mund të përdoret paraja publike për të krijuar që në start një distancë në raport me partitë e tjera politike, ajo që në publik njihet si vlerje e votave me paron publike. Për këtë arsye definitivisht se është shumë e rëndësishme që në kuptim të mbrojtjes së integritetit të proceseve zgjedhore, barabartësisë së subjekteve politike dhe zhvillimit të një gare fair, mos të përdoret paroja publike. Në momenti kur dilet dhe votohet, paroja publike mos të jetë si një mjet për blerjen e votës, mirë po partitë politike të garojnë me programet e tyre, me të arriturat e tyre, me atë çfarë i ofrojnë qytetarit me 4 vite të ardhshme. Dhe për këtë arsye kemi nisur, kjo është njëra ndër dy pika për cilat kemi nisur një peticion sipas ligjit për nismat legislative, dhe që i cili peticion do të kërkohet që ta arrijë deri në 10.000 nënshkrues për të proceduar më pastaj ligji në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe tani veç kemi filluar mbledhjen e nënshkrimeve dhe do të jemi vazhdimisht në gjitha qytetet e Republikës së Kosovës për të marrë nënshkrimet e shtetore për ta iniciuar këtë nismë që e prek këtë aspektin e fondeve publike gjatë proceseve elektorale. Dhe aspekti i dytë është inkriminimi i zbatimit të gjykimeve të gjykatës kushtetuese. E qartë. Zotri Shala, cila është ajo dispozita që në fakt sot i mungon këtij kodi penale dhe që sipas jush e lejon përdorimin e paras publike, të paktën që kemi pa deri sot, në funksion të fushatave elektorale? Ku duhet me ndërhyjë? Ka një numër të madh të dispozitave, do të thotë, ka një numër të madh të dispozitave të kodit penal të Republikës së Kosovës, mirë po që si me thonë asnjëra prej tyre nuk i përshtatet saktësisht do të thotë kësaj situate. Dhe kjo do të thotë është problematika, kjo është ajo mangësia e kodit penal të Republikës së Kosovës. As dispozitat që kanë të bëjnë me veprat penale të votimit, as dispozitat e korrupsionit nuk kanë një dispozit specifike që i figura e cilës do të thotë i përshtatet saktësisht ndalimit të përdorimit të paros publike për qëllime elektorale. Ndërkaq në anën tjetër ne kemi parë që është një numër të madh të rasteve që në kohë fushate janë ndarë para të tilla dhe që definitivisht do thotë nuk synohet në rastin konkret të atakohet asnjë parti politike. Definitivisht se synohet që të vendoset një standard në Republikën e Kosovës në atë mënyrë që në asnjë rrethon pa marrë parasysh se kush është në pushtet dhe cili cikël zgjedhor është, askush mos të mund të përdor burimet publike, resurset publike të taksa paguesve për të fituar pojena politik në atë mënyrë që të krijohet një garë e pabarabartë. Për këtë arsye, përmes një inkriminimit të një vepre të tillë penale, ne kërkojmë do të thotë ndryshimin e kodit penal të Republikës së Kosovës për të shtuar një dispozitë specifike që ndalon do të thotë në mënyrë specifike ndërmarrjen e veprimeve ad hoc në kohë të zgjedhjeve të cilat kanë për qëllim thjesht ngritjen e një subjekti politik në rezultatin zgjedhor në një cikël të caktuar zgjedhor. Dhe automatikisht kemi më pas edhe një garë të pabarabartë në mes të partive politike të cilat garojnë në një fushatë të tillë. Zotri Shala,
Në rast me shpresë vërtet që do të mbledhni këto 10.000 nënshkrime dhe kërkesa kalon në kuvend, keni shpresë që do të bëhet ky ndryshim në kodin penal, duke qenë se i kemi pikërisht këta përfaqësues të popullit përsëri në kuvend, ata janë që do duhet të bënin këtë ndryshim. Mendoni që do të kenë gatishmërinë që të bëjnë një gjë të tillë, duke qenë se po prekim njërin prej armëve më të forta të paktën të dëshmuara deri më sot për të fituar votat e qytetarëve? Definitivisht se nëse i pyet sot gjitha partitë politike, gjitha do ta mohojnë të paktën do thotë partia por do ta mohon se ka ndërmarrë veprime të tilla. Por megjithatë, ajo çfarë unë dua të besoj është se të njëjtit të tregojnë shembull në kuvendin e Republikës së Kosovës për shkak se kërkesa në rastin konkret është një kërkesë shumë legjitime. Do të thotë e para është kriminalizimi i mosbatimit të aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, që e të cilat aktgjykimi janë të barazleshme me normën kushtetuese, dhe e dyta është mospërdorimi i fundeve publike për qëllime elektorale në mënyrë që të garantohet proces i drejtë zgjedhor, duke mos u favorizuar partia e cila e mban qeverinë dhe menaxhon në buxhetin publik. Për këtë arsye do thotë unë dua të besoj se ata do të japin një shembull pozitiv për të proceduar me këtë çështje, derisa nuk e di për shumicën e partive politike se cili është qëndrimi i tyre zyrtar. Megjithatë, do doja të besoja se do tregojnë një gatishmëri, një vullnet për një nismë të tillë e cila është jashtëzakonisht legjitime dhe ndjek dy qëllime jashtëzakonisht legjitime, e që është mbrojtja e paros publike dhe mos keqpërdorimi i saj për përfitime elektorale dhe zbatimi i aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese. Në qartë. Tani, deri në këtë moment kur ne po flasim, kemi një numër, të themi përafërsisht të nënshkrimeve që keni marrë, apo koha dhe temperatura që kemi pasur këtë ditë kanë ndiku sigurisht edhe në disponimin e qytetarëve për me dalë dhe me nënshkru një peticion të kësaj natyre, për cilin jo të gjithë kanë informacionet e dura ose të mjaftueshme, nëse mund të themi. Në aspektin e motit sot ka qenë një problematik, për shkak se edhe sot ka qenë planifikuar që të vazhdojmë mbledhja nënshkrime në sheshin në Prishtinë. Megjithatë, do të thotë sot është anuluar për shkak të problemeve me motin. Kampanja ka filluar dje, deri më tani janë qindra nënshkrime të cilat janë arritur. Megjithatë, do të thotë kampanja do të vazhdoj edhe në Prishtinë, edhe në qytetet e tjera, dhe po ashtu do të ketë edhe një kampanjë avokuese me grupet e ndryshme shoqërore, me grupet e ndryshme të interesit, nga të cilat presim përkrahje në mënyrë që t'i arrijmë 10.000 nënshkrime. Në rastin konkret ne kemi propozuar ne kemi propozuar që pas mbledhjes së nënshkrimit, ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi do të draftojmë edhe dispozitat specifike të cilat më pastaj do të kalojnë për shqyrtim në kuvendin e Republikës së Kosovës. Megjithatë, nga ajo që kemi parë dje, është pritur mirë dhe ka një interesim të madh të publikut për ta nënshkruar një proces, një nismë të tillë legislative, dhe që presim që deri në fund të arrihet edhe numri i nevojshëm i nënshkrimeve në mënyrë që të arrihet ky prag ligjor dhe që të jetësohet kjo iniciativë, dhe që definitivisht ajo që tham më herët, se presim që dhe subjektet politike të reflektojnë pozitivisht në atë mënyrë që të miratojnë në kuvendin e Republikës së Kosovës këto ndryshime, në mënyrë që të jetësojnë këto dy standarde jashtëzakonisht të rëndësishme për sundimin e ligjit në Kosovë. Zotri Çala, nëse kuvendi miraton këtë ndryshim, a do të mund të hetoshin edhe vendime të ngjashme që janë marrë tazëm në zgjedhjet e kaluara, apo ligji do të lejë vetëm tani e tutje? Çka ka ndodhur? Është parim kushtetues se askush nuk mund të dënohet për një vepër penale e cila në kohën e kryerjes së saj nuk ka qenë e inkriminuar si e tillë. Për këtë arsye, në rastin konkret, përderisa kemi të bëjmë me norma penale, definitivisht ato nuk mund të zbatohen në mënyrë retroaktive. Kjo është parim edhe kushtetues edhe sipas Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Për këtë arsye, definitivisht synohet vendosja e një standardi i cili nuk mund të vlejë për
për të kaluarën mirë, po të vlej vetëm për të ardhmen. Këto janë edhe parimet e kodit penal, kodit penal kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe po ashtu edhe konventës evropiane për të drejtat e njeriut. Për këtë arsye, në kuptim të këtyre parimeve, këto dispozita synohen që të vlejnë dhe duhet të vlejnë vetëm për të ardhmen dhe jo edhe për të kaluarën. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është që ndërlidhet edhe me zbatimin ose mos zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Pse lidhen këto probleme me ndryshimin e kodit penal? Apo thjesht po flasim për një kulturë që ka mos respekt ndaj zbatimit të këtyre vendimeve që merr gjykata kushtetuese? Shumë vende në botë nuk e kanë të kriminalizuar aspektin e aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe në mënyrë të njëjtë ka vepruar edhe Kodi Penal i Republikës së Kosovës, që e ka sankcionuar mosbatimin e vendimeve të gjykatave të rregullta, mirë po nuk e ka inkriminuar si vepër penale mosbatimin e aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe tash do të thotë në nivelin parimor, kjo duket të jetë në rregull, për shkak se aktgjykimet e gjykatës kushtetuese janë obligative për gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, dhe që në një vend që ka kulturë kushtetuese nuk paramendohet që institucionet apo personat zyrtare tjerë nuk zbatojnë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, të cilat janë obligative për të gjitha institucionet. Kjo është aspekti i parë, dhe e dyta, për nga fuqia e tyre kushtetuese, juridike dhe kushtetuese janë të barazlefshme me normën kushtetuese. Për këtë arsye, në vende demokratike kërkohet kulturë demokratike, në atë mënyrë që mos ketë nevojë që të shtyhet zbatimi i aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese përmes normave penale. Mirë po që fatkeqësisht, do thotë kjo nuk ka funksionuar në rastin e Kosovës. Dhe ne aktualisht në Kodin Penal të Republikës së Kosovës nuk e kemi të kriminalizuar si vepër të veçantë penale mosbatimin e aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese. E kemi të kriminalizuar mosbatimin e aktgjykimeve të gjykatave të rregullta, mos ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, megjithatë këtu nuk bëjnë pjesë edhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Ndërkaq në praktikë kemi parë shumë raste se aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk janë duke u zbatuar, dhe që fatkeqësisht duke pasur parasysh këto rrethona nga për shkak të një mungese të kulturës kushtetuese në raste të caktuara, definitivisht se shtrohet nevoja që zbatimi i aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, se fuqia juridike të cilave është ekuivalente me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, të fuqizohet edhe me norma penale në mënyrë që të plotësohet kjo dispozit që mos të përfshijë vetëm aktgjykimet e gjykatave të rregullta, mirë po të përfshijë edhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për këtë arsye edhe kjo hapësirë synohet që të mbuluhet përmes kësaj nisme legislative në atë mënyrë që si vepër e veçantë penale të përcaktohet edhe mosbatimi i aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, ashtu siç është e përcaktuar për aktgjykimet e gjykatave të rregullta. Tani, zotri Shala, kritikët atyre që mund mos ju pëlqej fort ky ndryshim në kodin penal, mundën me thonë se një ndalim i tillë do të pengante çdo qeveri të marrë politika sociale gjatë një viti zgjedhor. Si kemi me shmang rrezikun që ky ligj të mos interpretohet si ndalim i mbështetjes ndaj qytetarëve, sepse mund të kuptohet edhe kështu. Mund të ketë propagandë që të na bëjnë ta kuptojmë kështu. Faleminderit shumë. Do thotë problematika në rastin konkret është shumë e rëndësishme e trajtu këtë çështje. Problematika në rastin konkret është sepse janë vendimet ad hoc, ato që merren do thotë në kohë zgjedhjes. Do thotë shpallën zgjedhjet, në momentin e shpalljes së zgjedhjeve kemi një vendim ad hoc për ndarje të shtesave, për kraje të caktuara etj që lehtësisht kuptohet se kemi të bëjmë me qëllime elektorale dhe jo me një masë sociale. Tash, masat sociale, një qeveri që merr mandatin dhe ka shumicën në kuvet, e ka lehtësisht të mundur ta bëjë këtë. Se bën këtë, e bën për shembull ta zëm nëse flasim për shtesa të caktuara për një kategori të caktuar shoqërore, përcaktohet me ligj se cilat janë këto shtesa dhe mbulimi i asoj forme të subvencionimit, nëse mundemi me thonë, përcaktohet edhe me ligjin për ndarjet buxhetore. Dhe më pastaj kjo ndikon edhe në sigurinë juridike, për shkak se secili qytetar e di që në fund të vitit apo në mes të vitit apo në një datë të caktuar, pa marrë parasysh nëse ka zgjedhje apo nuk ka zgjedhje,
do të përfitoj nga një masë të caktuar sociale e cila ndërmerr qeveria. Dhe do të thotë në rastin konkret definitivisht se nuk mund të themi se ka përgjegjësi penale nëse qeveria ka miratuar një ligj që ta zëm. Çdo 6 muaj një grupi të caktuar u takojnë nga 100 euro dhe në një prej këtyre ndarjeve qëllon që të ketë një cikël zgjedhor. Në rastin konkret definitivisht se nuk do të kishim të bënim me një vepër të tillë penale. Mirë, po me një vepër të tillë penale do të kishim të bënim atëherë kur vendime të tilla merren ad hoc në momentin e shpalljes së zgjedhjeve apo në momentin kur rrethonat politike tregojnë se kemi të bëjmë me zgjedhje. Në këtë situatë do të thotë përpos mos keqpërdorimit të paros publike për qëllime elektorale te kategoritë ndryshme sociale do të krijohet edhe siguri juridike në kuptim të parashikueshmërisë që ata nuk do të jenë të varur nga ciklet zgjedhore për të përfituar nga masa të ndryshme sociale, mirë po do ta kenë të garantuar dhe të parashikueshme me ligj një një përfitim të caktuar për grupin e caktuar social në të cilin ata bëjnë pjesë. Tani me që të kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe kemi edhe deklaratën e presidentes në detyrë sa u përket gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të cilët po kërkojnë kthimin e institucionet e Kosovës dhe kemi në anën tjetër Bashkimin Evropian që kërkon një tjetër qasje ndaj kësaj problematike, nuk mund të mos bëj edhe një pyetje të fundit i nderuar. Zonja Haxhiu thotë se bukfalisht e thotë kështu, kush nga ju do të lejonte gjyqtarë e prokurorë që dirigjojnë nga një shtet tjetër të kthehen në punë? Si do ta komentonit një reagim të tillë nga ana e saj në konferencën e media që kishim pak orë më parë, si kundër përgjigje ndaj kërkesave të BE-s i përket kësaj çështje? Në rastin konkret, fillimisht më duhet ta trajtoj një aspekt. Në rastin konkret është tekalimi kompetencave të presidentes kjo deklaratë që ajo e ka dhënë. Deri në momentin kur ajo nuk ka një propozim të caktuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ajo nuk mund të përfshihet fare në këtë çështje. Për këtë arsye kjo çështje i takon Këshillit Gjyqësor të Kosovës që ta trajtoj dhe që definitivisht dua të besoj se Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk do të bie prej presionit publik në rastin konkret, mirë po do të vendos në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë të lehtëshme dhe duke zbatuar kushtetutën dhe ligjin. Në rastin konkret do të thotë një deklaratë të tillë, qoftë edhe si kundërpërgjigje ndaj Bashkimit Evropian, nuk i takon që të bëhet nga Presidenti i Republikës së Kosovës, e cila paraprakisht edhe ka dërguar letra në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës. Vendimi do të thotë, më duhet të kthejmë një hap mbrapa. Vendimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës për të mbajtur pezull tërheqjet e prokurorëve serb për rreth 4 vite dhe më pastaj duke i pranuar ato vetëm në momentin kur ato revokohen, definitivisht se është një vendim i ngutshëm. Të paktën do duhet të kishte koordinim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës se si të veprohet në rastin konkret, mirë po që fatkeqësisht do thotë u veprua në këtë mënyrë dhe më pastaj të njëjtit u liruan nga detyra nga Presidenti i Republikës së Kosovës. Dhe që nuk e di se si do të vendos sot Këshilli Gjyqësor i Kosovës, mirë po që është shumë e rëndësishme që ta kemi parasysh faktin se përfaqësimi etnik në institucionet e Republikës së Kosovës, përfshirë edhe ato të sistemit të drejtësisë, është aspekt dhe parim kushtetues. Dhe për këtë arsye, definitivisht se nëse themi se një komunitet në rastin konkret komuniteti serb duhet të jenë pjesë e sistemit të drejtësisë, definitivisht se po flasim për zbatim të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Dhe që dua të besoj se në ndikime të tilla nuk do të bie Këshilli Gjyqësor i Kosovës sot, mirë po do të vendos në mënyrën më drejtë duke pasur parasysh kushtetutën dhe ligjin e Republikës së Kosovës. BE-ja ka bërë thirrje partive politike që me u përmbajt nga ushtrimi i presionit edhe tek ky Këshill Gjyqësor dhe ka shpresë që këta gjyqtarë do të rikthehen. Në rast se nuk ndodh një gjë e tillë, çfarë rrezikojmë me ta? Sidomos me këtë elementin e përfshirjes së pakicave në institucione. Tash fillimisht integrimi i gjyqësorit në veri, do thotë kryesisht në veri në institucionet e sistemit të drejtësisë ka qenë një arritur jashtëzakonisht e madhe për Republikën e Kosovës. Mirë po që 4 vite më parë, do thotë rreth 4 vite më parë u përdor një rast i vetëm që ata të jepin dorëheqje. Ideja është se në momentin kur Këshilli Gjyqësor i Kosovës pezulloi këto dorëheqje,
ajo tregoi gatishmërinë e saj se u ka lënë dyert e hapura kthimit të tyre në institucionet e sistemit të drejtësisë. Për shkak se në të gjitha rastet e tjera, nëse një gjyqtar jep dorëheqje, ajo miratohet automatikisht në takimin e radhës. Mirë po që kjo nuk ndodhi me këto dorëheqje. Për çfarë arsye? Në mënyrë që të ruhet integrimi i gjyqtarëve dhe në rastin konkret gjyqtarëve, në rastin tjetër prokurorëve në sistemin e drejtësisë. Në rast do të thotë, nëse marrim si shembull atë çfarë ka ndodhur në Këshillin Prokurorial të Kosovës, lirimi nga detyra i prokurorëve serb pas propozimit nga Këshilli Prokurorial i Kosovës e ka mbyllur këtë cikël 4 vjeçor dhe që i bie se ata mund të kthehen në sistem vetëm përmes një procesi të rikonkurrues. Dhe procesi i rikonkurrues definitivisht se do të marrë kohë, si në kuptim deri në momentin e shpalljes, deri në momentin e zhvillimit, deri në momentin e përfundimit të mandatit të tyre fillestar, më pastaj avancimit e tjerë, pra nevojitin edhe disa vite të tjera nëse ata vendosin që të kthehen në institucionet e sistemit të drejtësisë. Për këtë arsye, kjo çështje është çështje që ekskluzivisht i takon Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. As nuk duhet të jetë objekt i trajtimit dhe i diskutimit në Bruksel në kuadër të dialogut apo diçka të ngjashme, as nuk duhet që për këtë çështje të jap deklarata as ushtruesi i detyrës së presidentes dhe as parti politike, mirë po që Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet që të gjejë zgjidhjen më të mirë në kuptim të interesit të sistemit të drejtësisë duke zbatuar Kushtetutën dhe ligjit të Republikës së Kosovës. Të falenderoj shumë për krejt këto informacione dhe në fund, hajde të bëjmë edhe një ftesë për peticionin. Mundet me kanë sot shi, jo for disponum për medalje dhe aq më pak me undale me jap një nënshkrim për një çështje për cilën ndoshta nuk kemi edhe shumë informacione, por që ditët në vazhdim i kemi me më të mirë. Dhe kemi një arsye, kemi shumë arsye për të nënshkruar këtë peticion, sepse fundit është paraja e taksapaguesve shqiptar, e qytetarëve të këtij vendit, të cilët po shfrytëzohen për interesa partijake. Falënderit, shumë faleminderit, një thirrje të tillë e bëj shfrytëzoj rastin ta bëj edhe unë që definitivisht në rastin konkret tentohet që të ndërtohen 2 standarde që i kontribuojnë jashtëzakonisht shumë sundimit ligjit e që është fuqizimi i zbatimit të Kushtetutës dhe mbrojtja e pallas publike. Definitivisht po sqaroj se kjo nis nuk prek politikat sociale, mirë po thjesht parandalon përdorimin e grupeve të caktuara, politikave sociale në raport me grupe të caktuara në atë mënyrë që mos të keq përdoret paraja publike për qëllime elektorale. Pra, po flasim për 2 standarde jashtëzakonisht të rëndësishme për sundimin e ligjit e për cilën arsye i ftoj gjithë qytetarët që me na u bashkangjit për ta nënshkruar këtë peticion që më pas do të shpresoj që të ketë përkraje edhe nga aspekti politik në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Zotri Shala, të falenderoj shumë për kohën dhe të gjitha informacionet që ndahet sot me ne. Shumë faleminderit. Financisi çdo herë, faleminderit. Shumë faleminderit.